A është e mundur që e ardhmja të jetë tashmë e shkruar? Prej shekujsh njerëzit kanë kërkuar përgjigje përmes profecive, vizioneve dhe teksteve misterioze. Dy nga emrat më të njohur në këtë botë janë Baba Vanga dhe Nostradamus. Disa i quajnë të urtë, të tjerë i quajnë rastësi. Por interneti sot është plot me interpretime të asaj që ata thuhet se kanë parashikuar për vitin 2026. Bota në tension. Sipas disa interpretimeve moderne të vargjeve të Nostradamusit, viti 2026 mund të jetë një periudhë me rritje tensionesh mes fuqive botërore, konflikte politike dhe ekonomike, ndryshime të papritura në aleanca ndërkombëtare. Nostradamus shkruante në mënyrë të paqartë, me vargje simbolike që lejojnë shumë interpretime, dhe pikërisht kjo është arsyeja pse çdo epokë i përshtat fjalët e tij, sipas frikrave të veta. Por a është kjo një parashikim, apo thjesht pasqyrë historisë që përsëritet? Zemrimi i natyrës. Emri i Baba Vangës shpesh lidhet me paralajmërime për fatkeqësi natyrore. Disa interpretimet e internetit në vitin 2026 flasin për përmbytje të mëdha në disa rajone të botës, tërmete shkatruese dhe ndryshime ekstreme të klimës. Besohet se ajo ka thënë se uji do të mbuloj shumë toka, por nuk ka tekst të verifikuar zyrtar që e konfirmon këtë për vitin 2026. Megjithatë, frika nga natyra gjithmonë ka qenë pjesë e historisë njerëzore. Ngritja e inteligjencës artificiale. Një nga interpretimet më moderne të këtyre profecive lidhet me teknologjinë. Disa besojnë se Nostradamus ka përshkruar një botë ku makineritë bëhen më të fuqishme se njeriu. Teknologjia merr një rol dominues në shoqëri dhe njerëzimi humb kontrollin mbi krijimet e veta. Në vitin 2026, kjo lidhet shpesh me zhvillimin e shpejtë të inteligjencës artificiale dhe automatizmit. Por a është kjo një parashikim, apo thjesht frikë nga e ardhmja që ne vetë po e ndërtojmë? Zbulime dhe ndryshime të mëdha. Disa interpretime më optimiste thonë se 2026 nuk do të jetë vit shkatrimi, por vit transformimi. Flitet për avancime në eksplorimin e hapësirës, teknologji të reja energjie dhe zbulime shkencore që mund të ndryshojnë jetën njerëzore. Nostradamus shpesh përmend yllin e ri dhe dritën nga qielli, që disa e lidhin me eksplorimin e hapësirës moderne. Por përsëri këto janë interpretime, jo fakte të sigurta. Pse këto parashikime bëhen virale? Arsyeja pse Baba Vanga dhe Nostradamus përmenden kaq shpesh është e thjeshtë. Tekstet e tyre janë të paqarta, mund të interpretohen në shumë mënyra dhe përputhen lehtë me ngjarje reale. Kjo krijon një efekt të fuqishëm psikologjik. Njerëzit çojnë lidhje edhe kur ato nuk janë të konfirmuara. E vërteta pas misterit. As Baba Vanga dhe as Nostradamus nuk kanë lënë një listë të qartë dhe të verifikuar për vitin 2026. Shumë nga parashikimet që qarkullojnë sot janë krijuar nga interneti, janë interpretime të lira ose thjesht legjenda moderne. A është 2026 një vit i frikshëm që na pret, apo thjesht një vit tjetër ku ne projektojmë frikrat tona mbi fjalët e së kaluarës? E vërteta mbetet e hapur, por një gjë është e sigurt. E ardhmja nuk është shkruar plotësisht, ajo vazhdon të shkruhet çdo ditë nga ne vetë. Nëse ju pëlqeu kjo video, abonohuni dhe lini një koment. A besoni në këto parashikime apo jo?